Sistemi i frenimit, ku ndërrohen ferrotat dhe a duhet riparuar apo zëvendësuar nofulla e frenit. Në një automjet asnjë sistem nuk është më i lidhur me sigurinë se sa ai i frenimit. Shpejtësia të jep lëvizje, por frenimi të jep kontroll. Në zemër të këtij sistemi qëndrojnë dy elementë thelbësor, ferrotat dhe nofulla e frenit. Mirëmbajtja e tyre nuk është thjesht rutinë servisi, është garanci për reagim të saktë në momentin vendimtar. Ferrotat, komponenti që konsumohet për të mbrojtur. Ferrotat e frenave funksionojnë mbi parimin e fërkimit. Kur shtypet pedali i frenës, nofulla e shtrëngon ato mbi diskun e rrotës, duke ngadalësuar dhe ndalur automjetin. Ky proces i vazhdueshëm i bën ferrotat pjesë konsumi. Në përgjithësi, ato zgjasin nga 30.000 deri në 70.000 kilometra, por gjatësia varet nga stili i drejtimit dhe kushtet e rrugës. Shenjat që tregojnë se duhet të ndërrohen përfshi. Zhurmë kërcitëse gjatë frenimit. Dridhje në timon ose pedal. Zgjatje të distancës së frenimit. Trashësi e vogël. Ndërrimi duhet bërë gjithmonë në çift të dyja rrotat e të njëjtit boshtë, ndërsa gjatë procesit rekomandohet kontrolli i diskeve, pastrimi i nofullave dhe verifikimi i lëngut të frenave. Vendosja e ferrotave të reja mbi diskje të dëmtuara ose pa kontrolluar sistemin përreth ndjeshëm efektivitetin e frenimit. Nofulla e frenit të riparohet apo të zëvendësohet? Nofulla e frenit është mekanizmi që ushtron presion mbi ferrotat. Nëse ai nuk funksionon siç duhet, edhe ferrotat më cilësore humbasin vlerën e tyre. Në shumë raste, kur ka rrjedhje të lehtë ose kur gominat mbrojtëse janë konsumuar, mjafton ndërrimi i gominave përmes një kompleti riparimi. Kjo është zgjidhje ekonomike dhe e pranueshme, por vetëm nëse pistoni dhe trupi i nofullës nuk kanë ndryshk apo dëmtime të thella. Megjithatë, kur ka bllokim të shpeshtë të nofullës, konsumim të pabarabartë të ferrotave, korozion të theksuar, deformim ose qarje, atëherë zëvendësimi i plotë i nofullës është zgjedhja më e sigurt. Një nofull e dëmtuar mund të rrezikojë seriozisht stabilitetin e frenimit. Në praktik, në makina më të reja shpesh mjafton riparimi me gominat e reja. Në automjete më të vjetra me korozion, zëvendësimi i plot është më i këshillueshëm. Çdo ndërhyrje në sistem duhet të shoqërohet me ajrosjen e frenave dhe kontroll të plot funksional. Sistemi i frenimit nuk është vend për kompromis financiar. Çdo kursim i nxituar mund të kthehet në kosto shumë më të lartë, jo vetëm materiale, por edhe njerëzore. Në fund, mirëmbajtja e ferrotave dhe nofullës së frenit nuk është thjesht servis mekanik. Është një investim i drejtpërdrejt në sigurinë tuaj dhe të tjerëve në rrugë. Sepse fuqia e një makine matet me sa shpejt ecën, por përgjegjësia e saj matet me sa sigurt ndalet.